ose këta refuzojnë personat për të kthyer dhe në këto raste Suedia në kohën që flasim aktualisht në fjalë mban në qendra të veta këtu në Suedi. Për në një farë mënyrë për të lehtësuar procedurën për të sjellë më afër vendeve të tyre, i çon në Shqipëri si një vend tranzit. Pra edhe një herë janë azil kërkues që është refuzuar kërkesa për azil në shtetin suedez. Flasim për persona të shteteve të treta, me fjalë, jo shtetas evropian. Okej, dhe numri aktual, Nikon, nuk e di, ka të dhëna, besoj qeveria sa është, jo sa do vinë në Shqipëri, jo, flasajnë totalisht në Suedi, shifra që mund kemi azil kërkues. Kjo është një materie lëvizje, sepse ka persona që u jepet urdhri për të kthyer, kthehen vetë, Suedia i stimulon madje personat që kthehen jashtë, që duan ta lënë vendin, me fjalë që duan ta lënë Suedin, mund të arrijnë të marrin deri në 30.000 euro si një mbështetje, me fjalë, nga shteti suedez. Nëse dikush vendos që ta lënë Suedin dhe të kthehet në vendin e vet, ka një stimul nga ana e shtetit suedez, por nuk ka një numër të saktuar sa persona janë ata që duhet të kthehen. Është rreth 8.000 persona, por kjo është, sikur se thash edhe një është një materie në lëvizje, sepse ka persona të cilat futen në proces, persona që dalin nga procesi, pra është një çështje, nuk ka një numër fiks, po bëhet fjalë për 8.000 persona. Natyrisht duhet jemi të qartë këtu. Nuk po flasim se këta 8.000 persona janë për Shqipërinë. Nëse Suedia dërgon në Shqipëri persona, do bëhet fjalë për disa dhjetra persona, ose për disa dhjetra persona e shumta për ndonjë shifër që mund të kapë 100 persona, por flasim gjithmonë për dhjetra persona. Ndërkaq, Niko, sipas teje, a do duhet Shqipëria të informohet për gjithë këto zhvillime, apo për sa kohë është tokë italiane, nuk ka si detyrim Suedia të flasë me Shqipërinë? Ti e the vetë pak më parë, nëse përderisa kjo është tokë italiane dhe bler, përse do flasësh ti me personi që nuk ka ndonjë të drejtë mbi tokën. Unë tani nuk e di këtë, sepse këto ndoshta qeveria italiane e informojnë qeverinë shqiptare. Unë nuk kam në thellësi, as ti as unë, dhe kemi të pamundur tani të dimë se ç'është folur pas dyrëve të mbyllura midis dy ministrave. Ajo që ka dalë në shtyp është që dy ministrat, ministri i brendshëm i Suedisë, i Italisë, dhe ministri i emigracionit i Suedisë diskutuan çështjen. Këtë dimë. Por në rastin e kuptoj. Kjo është një pyetje shumë e mirë për t'ia bërë ti ministrit të brendshëm të Shqipërisë faktikisht. Patjetër, kryeministrit, më saktë është kryeministri që merret me gjithçka, kështu që është më mirë të bëhet kryeministri. Ndërkaq, Niko, nëse gjithçka shkon mirë, çfarë thonë ekspertët, njohësit e kësaj përveç asaj që ti the që duhet kalojnë përmes gjykatës e ka të tjera procedura, kur mund të vijë në zbatim nëse gjithçka shkon sipas planit? Nuk ka as këtu, nuk ka një datë caktuar. Sipas ministrit të emigracionit të Suedisë, është një pyetje që i është bërë ministrit të brendshëm të Italisë. Ky është një proces, ne mund të flasim edhe më vonë, kur nëse kemi lajme të tjera mund t'i ndajmë bashkë, mund t'i japim informacion. Në momentin nuk ka një datë. Nuk ka një datë. Thjesht pra është një diskutim i bërë mes tyre për të krijuar pak a shumë një ide. Për ty, Niko, si duket kjo? Do dua mendimin tënd, si gazetar, kjo lëvizje si duket? Unë, për shkak të rolit që kam në televizionin e Suedisë, nuk mund të diskutoj nëse kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe. Jo, flas për Shqipërinë. Jo, për Shqipërinë. Pra Shqipëria që kthehet në një dashur pa dashur, ti punon në televizion, po je shqiptar në fund ditës, se një koment për Shqipërinë mund ta bësh dhe nuk besoj se ka konflikt në pjesë. Shqipëria, pra ky kamp i iniciuar, ideja e hedhur për Italinë, tashmë ndërhyn dhe Suedia, ka pasur edhe shtete tjera. Nuk e di si duket gjithë kjo qasje. Mua më duket tragjike. Tragjike. Mua më duket tragjike si person, si Niko Agu. E lëm më një gazetarin e televizionit suedis. Unë më duket tragjike. Ne shqiptarët, gjysma shqiptarëve jetojmë jashtë trojeve tona. Më tepër në gjysma. Ne jemi të shpërndarë në 4 anët e botës, që të bëhet Shqipëria, më duket tragjike më vërtet që të arrijë Shqipëria. Por fatkeqësisht kjo është politikë dhe neve fatmirësisht ti dhe unë nuk kemi të bëjmë me politikën. Neve jemi, detyra jonë është që të bëjmë pyetje për teleshikuesit tanë, për lexuesit tanë, për shikuesit tanë dhe të marrim përgjigje nga personat përgjegjës, nga qeveritarët. Deri atje arrin misioni ynë. Niko, në fund fare nuk do të lë, padyshim do flasim për këtë temë ti me drejtë e the kur të kemi zhvillime konkrete, por nuk do të lë të ikësh pa një koment për tarifat e Trumpit për Suedinë, trego pak. Si është